Përshëndetje. Dikush tha një herë, dua të ndryshoj jetën time, por nuk dua të prish rehatin. Sigurisht, sepse ndryshimi është i bukur kur nuk të lëndon, kur nuk kërkon përpjekje, kur mund ta bësh nga divani me një fixhan kafe në dorë dhe me telefon që të shpëton nga mendimet e vërteta. Ironia është e qartë, ne duam të bëhemi më të fortë, më të zgjuar, më të disiplinuar, por pa humbur asgjë nga ajo që tashmë kemi, veçanërisht arritjet e mëdha të pakujdesisë dhe të rehatisë. Psikologjikisht, kjo është një kontradikt themelore. Truri ynë është krijuar për të ruajtur energji, për të shmangur dhimbjen dhe për të pasur rehati. Dhe ja ku është magjia. Në momentin që dëshiron ndryshim, truri ndez alarmin e rrezikut. Nuk është pasiguria që të frikson. Është thjesht ideja se mund të humbasësh komfortin që tashmë e do. Dhe kjo është arsyeja pse shumica prej nesh ngec pas deklaratave heroike dhe veprimeve minimale. Zona e rehatisë, mik i padukshëm, armik i hapur. Rehatia ka diçka të mrekullueshme. Ajo të josh me stabilitet, të ngushëllon me rutinën e saj dhe të mbush me ndjesi false të sigurisë. Por këtu qëndron ajo që psikologët e quajnë paradoksi i rehatisë. Sa më shumë i dorëzohesh, aq më shumë humbet individualitetin, energjinë dhe aftësinë për të bërë zgjedhje aktive. Dallimi është i hollë. Nuk është që rehatia është e keqe, është që ne besojmë se mund të ndryshojmë duke ruajtur atë ashtu siç ishte. Dhe kjo, miqtë e mi, është një iluzion që nuk funksionon. Kur përpiqesh të ndryshosh dhe nuk do të humbasësh rehatin, ti pikërisht po thua, dua të udhtoj larg, por nuk dua të lë shtëpi. Dhe njeriu modern është ekspert në këtë. Mashtron vetveten me mantra motivuese dhe nuk i heq kur këpucët e ngrohta. Ironia e motivimit, deklarata heroike, veprime infatile. Nga sot do jem më i mirë, më i disiplinuar, më produktiv, thonë njerëzit. Dhe pastaj kalojnë orë duke parë reelsa motivues në Instagram. Kjo është e tmerrshme. Mendimi për të ndryshuar krijon kënaqësi momentale më të mëdha se ndryshimi vet. Psikologët e quajnë këtë kënaqësi simbolike. Ti ndihesh mirë duke planifikuar ndryshimin, pa bërë asgjë reale me të. Dhe truri yt, duke marrë këtë sinjal, pushon së protestuari. Ti je i lumtur dhe nuk ke ndryshuar asgjë. Kjo është nga mrekullitë e të qenit njeri modern, të mund të jesh hero në imagjinat dhe budalla në veprim. Dhe të gjithë janë dakord se kjo është normale. Psikologjia e evitimit, gjykata e brendshme që pushon. Përballë dhimbjes dhe pasigurisë që sjell ndryshimi, truri ynë shpesh vepron si një gjykatë shumë e ndjeshme. Ai argumenton, pse të vuash kur ke mundësi të mos vuash? Dhe aty nis evitimi i vogël. Një bisedë e shtyrë, një vendim i vonuar, një projekt i pazbatuar. Ky proces është aq i zakonshëm sa nuk i kushtohet vëmendje, por është ai që e bën ndryshimin të duket i vështirë dhe tërësisht i padobishëm. Për shembull, dikush vendos të ndryshojë dietën, por nuk mund të heqë dorë nga ëmbëlsirat. Dikush vendos të lexojë më shumë, por nuk ndalon dot Netflixin. Dikush thotë se do të jetë më i disiplinuar, po flë një orë më shumë çdo mëngjes. Ironikisht, suksesi i pamundur shpesh ushqehet nga vetë dëshira për të dukur se po përpiqesh. Frika e humbjes kundër dëshirës për fitim. Një nga arsyet më të fuqishme pse njerëzit nuk dalin nga zona e rehatisë është frika nga humbja. Ndryshimi kërkon të lësh gjëra të njohura, stabilitetin, rutinën, sigurinë. Dhe truri njeriu, duke parë këtë si rrezik, ndes alarmin e mbijetesës. Ironia është se shumë individ besojnë se humbja e pakomoditetit do të ishte katastrofike, ndërkohë që ngecja është katastrofa reale. Psikologjikisht, kjo është interesante. Truri është i dizajnuar për të shmangur dhimbjen e vogël tani, pavarësisht dhimbjes më të madhe që do të vijë më vonë.
Kjo është arsyeja pse shumica e njerëzve shpenzojnë dekada duke planifikuar përmirësim, po e harrojnë në praktik. Dhimbje momentale, fitimi afatgjat. Çfarë mungon tek shumica? Aftësia për të pranuar dhimbjen momentale. Ndryshimi i vërtet nuk është kafe dhe deklarata motivuese. Është veprim konkret, dhimbje emocionale, lodhje, frustrim, dështime të parakohshme. Ironikisht, sa më shumë përpiqesh të shmangësh dhimbjen, aq më shumë e zgjat procesin. Dhe kjo dhimbje vogël, kur menaxhohet mirë, kthehet në fuqi dhe në autodisiplinë. Për të ndryshuar, duhet të pranojmë paradoksin. Ndryshimi kërkon diskomfort. Nuk ka shortcut, nuk ka magji, vetëm përballim i qartë, i planifikuar dhe i durueshëm. Strategji psikologjike për ndryshim pa humbur vetbesimin. Hapat e vegjël. Ndryshimi i madh terrorizon. Ndryshimi i vogël është i përballueshëm. Ndërsa sot lexon vetëm 10 minuta më shumë, nesër zgjidh një detyrë që ke shtyr. Pak nga pak, zona e reatis humbet ndikimin. Dhimbje të kontrolluara. Vendos sfida të vogla, të pakëndshme, që nuk shkatrojnë totalisht reatin, por mësojnë të tolerosh diskomfortin. Motivim konkret, një arsye dukshme që prek realitetin. Jo dua të jem më i mirë, por dua të jem në gjendje të flas para kolegëve pa turp, ose dua të përfundoj këtë projekt deri në fund të muajit. Reduktimi i shpërqendrimeve. Media sociale, lajme pafund, seriale të pakuptimta, të gjitha ushqejnë reativ false, pak më shumë fokus, pak më shumë sfidë. Pranimi i paradoksit. Çmimi i ndryshimit është diskomfort, çmimi i reatis është ngecje. Duhet të zgjedhësh, jo të dyja. Dhe si përfundim, dua të ndryshoj, por nuk dua të prish reatin. Ky është konflikti i themelor i njeriut modern. Dhe këtu qëndron bukuria dhe ironia, ne jemi të vetëdijshëm për nevojën për ndryshim, por truri ynë instinktivisht refuzon të paguajë çmimin. Ndryshimi kërkon diskomfort të qëllimshëm, dhimbje të kontrolluar dhe durim. Reatia nuk është arbik, por është një shok që të josh shumë lehtë dhe të bën të harrosh përse dëshiroje të ndryshoje. Nëse arrin të pranosh këtë paradoks, nis rruga reale drejt vetes. Nëse refuzon, mund të shkruash mira lista motivimi dhe të bësh premtime heroike çdo ditë. Dhe ku është ironia? Në fund nuk do të ndryshosh asgjë, por do të dukesh shumë i motivuar. Miq, këto do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi më të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshi.